Shkodra u elektrizua mbrëmjen e së premtes nga atmosfera unike e Motofest Shkodra 2026, eventi që bashkoi qindra motoristë, adhurues të rokut dhe vizitorë nga vende të ndryshme. Sheshi u kthye në një skenë të madhe feste me muzikë live, motor dhe atmosferë spektakolare që dominoi qytetin deri në orët e vona të mbrëmjes. Të apasionuar pas motorëve nga Shqipëria dhe vende të tjera të botës zgjodhen Shkodrën për të qenë pjesë e këtij festivali, duke kthyer qytetin në një pikë takim të kulturës, motorit dhe rokut. Një kënaqësi e madhe të udhëtosh me dy goma. Është një adrenalinë po, vetëm ai si e provon, vetëm ai e din. Është bukur për Shkodrën, për këtë motoristat se bashkohen, festojnë. Jena grupi Stilloins, jena Shqipëri, Kosovë, Maqedoni. Jena 160 antarë. Mrekulli ka jetë, mrekulli, e kena prit këtë ditë. Për të rritën në më bë motorist. Koncertet live ndezën natën e parë të festivalit, ndërsa performancat energjike dhe ritme të rock krijuan një atmosferë plot adrenalinë dhe emocion. Motofest Shkodra i mbështetur nga Bashkia e Shkodrës e vijone dhe për 2 ditë më radh, me parada motorësh, motoshow dhe koncerte që pritet të sjellin edhe më shumë pjesëmarrës dhe vizitorë në qytet.